jugore e ka portin Eliatin, mirë po kjo është qendra edhe ushtarake. Do thotë Rafaelci, i cili prodhimi i armatimit bë këtu. A ka bë goditje në këtë industri është problematik thuhet. Portin ka godit qytetin Haifa dhe mendoj që sulmet e tilla sidomos me raketën që Irani, përparësia e Iranit është raketa hipersonike Fatah 1 dhe Fatah 2, që është edhe më rrezikshme, Fatah 2-shi. Është hipersonike, nuk ka mundësi edhe thardi amerikan mbrojtja kundërajrore amerikane, që është, mund të them, hapi më i zhvilluar i sistemit të mbrojtjes kundërajrore, ka problematik këtë raketë hipersonike. Po, dhe në bazë kësaj situate, Bilali a sheh më afër zgjidhje diplomatike apo vazhdim sulmeve? Po diplomacia, mund të them, në aspektin e linjeve telefonike dhe angazhmanit të atyre që janë, mund të them, ata që influencojnë në rregullat e gjeopolitikës dhe gjeostrategjisë dhe sigurisë, mund të them në gjithë botën, tre akter plus një, s'do harruar asnjëherë edhe Turqi, ka kontakte dhe është një angazhman i shtuar, por si të dilet dhe si të gjinet zgjidhja që të dy palët të dalin edhe humse dhe fitues është problematike. Por Amerikanët mendoj që çelësin kryesor e kanë që ta shëllojnë Netanjahun. Ta marr vetëm një shembull, gazetarët në Tel Aviv shkruan se Izraeli ka humbur këtë luftë. Po që se nuk ishin Amerikanët, do thotë e marrin si humse, do thotë ajo. Nëse nuk do të ishin Shtetet e Bashkuara, Izraeli ka humbur luftën me Iranin. Është citat i gazetat Haaretz. Nuk është e imja. Po. Sepse ne ka herë këtu në opinionistat tonë edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, ka gjona që rrehen edhe në Perëndim, edhe në Amerikë, me këto dy koncepte. Do thotë ekzistenca e Izraelit, por edhe Izraeli duhet ta ketë atë vëmendje që nuk mundet të në të ardhmen të godas këdo dhe kurdo. Por, kulminacioni asaj, shif, njerëz reagimet kryesisht i kanë me atë, mund ta quaj, anti-izraelizmin, e kanë, pa thamë një gjumë të butë, e kanë me çështjen e Gazës. Do të thotë edhe opinioni ndërkombëtar, përgjithësi, qoftë të anës politike, qoftë në Parlamentin Evropian, në shtetet e Parlamentit të vendeve të Unionit Evropian, ki reagime të intelektualëve, të shoqërisë civile, të rabinëve, të profesorëve, do thotë që janë vetë hebrenj të cilët reagojnë këtë politikë që është duke bërë Netanyahu në Gaza. E qartë, Bilali, për fund e pam dje kryeministri ndërheqja Albin Kurti që shkroi dhe u pozicionua për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimit Evropian karshi programit bërthamor të Iranit. Si duhet të sillet Republika e Kosovës, por edhe rajoni Ballkanit Perëndimor në përgjithësi karshi kësaj situate në lindjet mesme, apo jemi larg?